E ja kështu populli dashur, ftoht, borë, përmbytje, rëshkitje dheu, katastrofë, katraur, mafia, thot opozita, opozit, thot qeveria, që nuk ka, dhe ne që këtë të jemi, presim, lundrojmë në lumin e kohës, lundrojmë në atë që sjell e sotmja, dhe lundrojmë sot për sot, nesër ka Perëndia. Jemi në ditë të ftohta, ditë të sikletshme, është te ekonomia, është tek ngroja, është tek sistemet, është tek shtrëngimet, tek gjithçka. Si do bëjmë? Vazhdojmë dhe qëndrojmë stoik dhe Kristiano, të lutem, më nxirr këtu lajmin që të vazhdojmë komentet. Atëherë, Rama, sa i është ai drejtori Shqipërinë, ç'të themi? Kemi investuar 250 milion euro dekadën e fundit për evitimin e përmbytjeve. Sepse, thashtë e njerë, 2 armiq ka patur Shqipëria këto ditë. Zotin ka patur dhe popullin. Zoti ka përzier vorbullën, ftohtë ngrohtë dhe ka lëshuar shi, borë përmbytje gjithande. Populli ka hedhur kanaçe dhe saplake në për lumej dhe ka mbytur vendin. Po kush na shpëton? Qeveria. Ja ku kemi investuar 215 milion euro dekadën e fundit për evitimin e përmbytjeve. Mi por që ndodh? Vetëm 1 muaj e gjysmë të fundit, nëntor, janar, është përmbytur 2 herë Shqipëria. 2 herë, plot, full. Ç'ta bëjmë? 200 çerek miliardi euro. Po sikur, këto çerek miliardi euro, mi a dhën atyre që përmbyten. Kot themë, po të njëjtët para. Pse? Sepse nuk ndriti gjë qeveria me evitimin e përmbytjeve. Jo vetëm u përmbytëm, po u shkatarrua ose përmbytën herën e parë nëntor, ikën të mbjellat, ikën pulat banorëve, ikën rosat, ikën bletët, ikën gruri që kishe mbjellë fasulet, gjitha u rafshuan. Pa mirë. Besoj populli që po fillon jeta nga e para. Tak, erdhi dhe tani janari, i griu, i fshiu. I kputi, i rafshoi. Kështu që, teksa bën çerek miliardi, do të thënë si thua 1/6 e pasurisë të Zamir Manes, e bën, investon kot, e hedh në erë, për evitimin e përmbytjeve, jo, më mirë lejë të përmbytem edhe jepja para mbrapa. Ti zëvendësojnë. Themun, qeveria e di më mirë, po themun, kotë mburësh që 250 milion euro i ke hedhur, sepse ne përmbytemi gjithsesi. Është përmbytur Durrësi, është bërë Nami në Durrës, qyteti i dytë më i rëndësishëm i vendit. Nami. U përmbyt zona e ku dalin lumet, domethënë Fier, Lushnje, këto Rogozhine, gjithë të tjerat. Është ku diun Bor andej sipër. Gjuna që i hedh këto kot. Themunore. Pastaj ti e di, ti e kryeminist, ty të ka votuar sovrani. Ecim dhe dalim aty ku na dhëmb gjuha, jo dhëmbi. 10 banor të përmbytur protestojnë në Durrës, shpallni gjendjen e emergjencës. Më pëlqen termi 10. Po gjithsesi është mirë shumë. Sepse 10 kanë dalë pa i thirrur partia. Kemi protesta në Tiranë që zhvillohen në forma dhe në vende të ndryshme, të organizuar nga kryetarët. Dhe këto protesta janë Tike Edi Rama. Qeveri teknike, qeveri jo teknike, po ky është deali që i thonë Amerikanët, deali. Ndërkohë në Durrës më në fund një protestë s'ka lidhje as me PD-n, as me PS-n. 10 banor, që disa 10 mund të jenë dhe 100, po them, do ishte shumë mirë. Mund të jenë dhe 1000, disa 10, nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi që dalin, janë përmbytur, dhe kanë dalë, kanë protestuar. Më në fund shqiptarin e kanë nxjerrë ujë, kanë marrë lumi si popull dhe kanë sjellë para bashkisë. Në thotë shpallni gjendjen e emergjencës. Çfarë kërkon ky popull i shkret këtu? Një gjë që është ligjore. Shpallni gjendjen e emergjencës, që nga gjendja e emergjencës të përfitojë pastaj. Nuk po merren këta njerëz, jo po kush e prishë hidrovorin, jo po kush bëri sëditorin mbi kanalin e Kënetës, jo. Shpallni gjendjen e emergjencës, që pasi ikën investime familjare, kujtime familjare, gjithçka tjetër,
Të marrim 2 lek, edhe të flemë se njerëz në dyshek të palagur. Kjo është ideja. Më në fund protest në Shqipëri, që se thret partia, më në fund. Më dini një gjë tjetër të lutem? Fokus. Fermerët evropian protestojnë kundër marrëveshjes tregtare të Mercosur. Është një marrëveshje që ka vite që diskutohet mes Europës dhe vendeve të Amerikës së Jugut për të bler lirë produkte bujësore dhe blegtorale nga andej. Çfarë bën kjo? Shkatron bujësinë dhe blegtorinë vendase të Europës, Francë, Belgjikë, Gjermani. Dhe janë quar, nuk i ka thirrur as PD e Francës, as Arlind Qori i Francës, as Adriatik Lapa i Gjermanisë. Jo. Janë quar, i ka thirrur buka e fëmijëve dhe investimi tyre djersa. Në fund fare kanë punuar, kanë ndërtuar dhe shohin që investimi tyre është duke u tallur nga shteti i tyre. Dhe janë quar dhe nuk lëshojnë pe. Aty i keni. Kjo është protest. Ta marshat keqen. Diskutohet këtyre niveli jetesës, niveli investimit. Dërsa aty në Durrës i diskutohet jeta. Shtëpitë e tyre ka marrë lumi. Vjetra kanë dalë në protest. E kam tek protestat e shqiptarëve. Ja ku keni shembullin. Fermer evropian. Dhe e kanë bllokuar këta marrëveshje. E kanë bllokuar. Duhet të firmosej disa muaj më parë, u çua gjithë Europa në këmbë, është bllokuar marrëveshja. Çdo bëhet me të nuk e di, po të paktën janë çuar nga thellësia e shpirtit dhe pash edhe një skenë sa komike aq dhe tragjike, kishin këto forcat speciale kundër protestave me mbrojtje, një të hapur dyert fermerët i lëshuan demat, i morën demat para policët. Njëri prej tyre më pëlqeu se dinte të merrej me demin, i binte që ishte fshatar. Po pjesa tjetër ikën, i vuri demi para ikën. E kjo është protest. Ky është populli. Miq. Greqi, fermerët drejtheqjes së bllokimeve përpara takimit me kryeministrin Mitsotakis. Kjo është protesta. Kjo është protesta. Do të thotë, fermerët pasi kanë bllokuar rrugët, se këtu në Shqipëri Adriatik Lapat i morën gjeneratorin se bënte zhurmë në protest. Kuptoni ju? E kanë proceduar se ka penguar lëvizjen. Këta kanë bllokuar rrugën, këta kanë bllokuar autostradën, nuk ka lënë të kalojnë makinat, rraf protest. Pas protestës, pas shtrëngimeve që i kanë bërë qeverisë, shkon qeveria dhe këta thonë drejtheqjes bllokimeve para takimit me kryeministrin Mitsotakis. Pra kryeministri po pret fermerët dhe do diskutoj me fermerët për të zgjidhur problemin. Kjo është protesta, por do vendosmëri. Radh parë nuk do të tradhtirë, radh dytë, dhe nuk do që t'i bëjnë me partitë politike si ka ardhur popullit këtu. I lën balt partitë. Popull, po si çojë dhe kriju ujë dhe përmbytja të kush do t'ju çojë. Ecim, të lutem. Rama, deri në 2030 bëhemi eksportues energjie, 30% e prodhimit nga burimet të rinovueshme. Më pëlqen kjo gjë sepse si duket Rama kur ka parë gjithë të vërshime ujë është bërë optimist. Ka menduar gjithë ky ujë që bie këtu në Shqipëri, pse mos e bëjmë dritë ne? Hidrocentral në Droje, hidrocentral në Latsh, hidrocentral në Seman, hidrocentral në Thanasaj, në Rogozhin, dhe e ngopim botën me energji. Më pëlqen mënyra jote të menduarit. Tregoj për të thjesht, ora është, ma lejon. Në një klasë pyet Sysha Benin. Sa bëjnë 3 heqim 1? Beni shkret po mendoj, thotë Sysha. Por Beni, në një pem janë 3 zoq. Xhaxhi Gjatari shtije, pam, 1 e vet. Sa ngelin? Asnjë, thot Beni. Po si mor Beni asnjë? Po ikën Zysha se vritet tha 2 ikën trëmbën. E tha Zysha. 1 vritet, 2 ngelin gjallë. Megjithatë më pëlqen mënyra jote të menduarit. Baron në mësimit, Beni thot Zyshës, të bëj një pyetje të vogël. Mor Beni tha thuaj. Janë 3 gra, po anakullore. E para e thith, e dyta e lëpin, e treta e kafshon. Cila është e martuar? Tha Zysha, ajo që e thith, ajo që ka unaz Zysh. Megjithatë më pëlqen mënyra jote të menduarit. Pra, më pëlqen kjo mënyrë të menduarit. 2030 ne bëhemi eksportues energjisë. Për momentin duhet jemi importues. Se kemi probleme me këto balancat e baseneve, dikush është i zbrazur, dikush zbrazet dhe e blejmë energjinë më shtrenjtë. Po,
duroni deri 2030-ën, bëhet deti kos dhe ne shpërndajmë dritë botës. Cristiano, të lutem, mandro, ja ku kemi të madhin Gonzato. Është ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, një njeri me shumë influencë. Për këtij kemi tentativat e fuqishme dhe më në fund arriti ligjit barazisë gjinore. Dhe kaq po flasësh, nuk më mban të vazhdoj më shumë. Dhe Gonzato pranon dështimin e reformës në drejtësi. Me një fjali të thjeshtë, që atë shes ka ditur ta kullandris. Ngarkesa e lartë me çështjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndikon drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes. Le ta marrim ta shqipërojmë pak këtë gonzateske. Ngarkesa e lartë me çështje, çdo thot ngarkesa e lartë me çështje, do thot që në dosjet e gjykatave ka çështje të vitit 2016, pra para 10 vjetëve, 2017, para 9 vjetëve, e kështu me radhë. Ndikon, thot, kjo ngarkesë në cilësinë e vendimarrjes, do thot që në vend që të ketë drejtësi, nuk ka drejtësi. Gonzato, shumë drejt, shumë sakt, ka thënë, ka dështuar reforma në drejtësi. E kuptoni, e thot ambasadori i Bashkimit Evropian, por nuk e zgjidhje. Gjithsesi ne e falenderojmë të paktën deri te kjo fet, ku u puth atëre Vlautini me Donald Lund kur bë reforma në drejtësi, i shkoi puthura kot se ja ku jemi 2026. Dalim tek një lajm, faktikisht ishte shumë i dhimbshëm, por i pritshëm në Tiranë, një ditë të tmerrshme shiu, plas një zjarr. Ku? Tek aty zona 5 Majit e tregu që i thon Gabi. Apo jo, Cristiano? Plas shpërthen zjarri dhe digjet tregu, dhe aty shiteshin në rroba, ku duhet të përdora. Cristiano, ma ish Gonzato të lutem, ma zëvendëso me këtë tjetër. Ish uzina Dinamo. Shkak shkëndije elektrike. Kjo shkëndije elektrike shkrumboi aq mall dhe aq biznese sa s'ja u hamendja. Do të thonë, si fillim, këta që punojnë aty duhet marrin torbën e tikin kurbet se s'kan çfarë bëjnë më. U dogjën mijëra euro mall secilit, po se sa në total nuk dihet. Thuhet që do të bëhet një pallat. Edhe nuk është çudi, ose një kompleks pallate, sepse më kujtohet një zjarr që ra një herë aty tek 1 Maj të Sahati ishin një lulishte e lënë pas dore, u la pas dore, një ditë shkëndije elektrike u doq. Edhe u bë një kull shumë e madhe aty ngjitur me Sahatin. Dhe këtu një shkëndije elektrike u doq. Po si doria e djegur? Aty do bëhet një treg i madh. Do thonë ju, po këta të shkretët. Po ai shkreti që ka hapur në gjithë Tiranën supermarkete dhe shet veshje, edhe që i bëjnë konkurrencë këta. Pra, një rrugë e dy punë, edhe një pallat, po edhe forcohen këto që sjellin mallra të lirë në Shqipëri. Do bëhet pallat, do bëhet kurrë e madhe, thonë ju. Po le të bëhet, po punë e madhe. Vetëm që shqetësohet është një person që për fat të keq i socializëm. Nxjerr pak lutem. Shqetësimin real të një socialisti. Gjithnjë më ran të shohësh malin. Braçe ndan pamje nga Tirana. E pak thyshme, duhet me nduar ku ndërtoj. E drejt. Skandaloze, tha i te kjo Van Bregu. Nuk shihet me mali. E drejt. Që të shohësh malin, do të shkosh në Durrës, duket dajti nga Durrësi. Pak më i vogël, po duket. Këtej, o pingën. Tani shtohet edhe një mal tjetër aty tek zona e uzinës Dinamo. Mal, dhe kam përshtypjen që ka më shumë apartamente se ka banor Tirana. Kam më përshtypjen. Gjithsesi, le të ndërtohet se zhvillohet ekonomia. Le të ndërtohet se ata çunat që punojnë në Londër, punojnë në Gjermani, po diku do pushojnë, do vinë një ditë në një moshë të thyrë, duan një shtëpi ata, le të bëhen, pavarësisht se duket mali. Do marrin teleferikun, shkojnë në mal. Duket betoni poshtë. E njëjta gjë. Nuk shkon Muhameti te mali, shkon mali te Muhameti. Ma nxirr edhe një, ta mbyllim. Ma shikoni pak të lajm, shqiptar të dashur. Fokus, SBA prezanton udhëzime të reja dietike, më shumë proteina dhe më pak ushqime të përpunuara.
Çfarë do thotë? Edhe në Shqipëri hyri kultura e fast foodeve, domethënë sanduiç, sufllaqe, gjëra të ndryshme të qelbura. Kur thot edhe me sallam milanesit vjen për të vjedhë, nuk merret vesh se çka ai sallami, më shumë proteina. Hani mish, hani ves, hani peshk, ndroni dhe ju dietën, se u futën, jo po kështu, jo po ashtu, dhe u bën të gjithë u frym. Hani më kështu proteina. Do thoni ju, po dhe s'na del, e vërtet është, e vërtet. Po kujt i del, se dikur ka qenë kështu, ata që kishin para dhe ishin mirë, ishin të shëndosh. Fukarendi ishin do, po të që kanë ndruar, fukarendi janë kështu. Të gjithë ata që kanë para janë fill. Ka që kishim, edhe Kristiano, hynë të Pasanikës dhe Kristiano është i hollë si peshk. Miq nderuar, ju falenderoj që më ndoqët dhe sot, bëni gati për revolucion, do ta heqim Edi Ramën, do të heqim gjitha të këqijat, edhe këtu do ha me Luk Floriri. Me Luk Floriri, kaq. Edhe këtu po e mbyll, rini jetoni të gëzuar e të lumtur. Koha do hapet, ujë do iki, bora do shkri, shkoni kapeni borën sa pa shkrirë. Armi i shkurtë Kristiano Xhanari ju urojnë natë të qetë dhe mirë takofshim.